Lavellari, një listë e non-gratave apo e njerëzve që janë të rrezikshëm për Shqipërinë. Siguria në vijën bregdetare në një kohë që jemi në sezon të pushimeve. Fakti se po shihet që protesta është paqësore, por ndërkohë ka edhe direktiva të tjera që vinë apo klane të ndryshme brenda protestës që ju me grupet të punës edhe po i survejoni mjafton që protesta të jetë e qetë, por mos arrihen agjendat të caktuara dhe siguria kufitare që është në kuadër të rrugës tonë për integrimin në Bashkimin Evropian. Gjitha këto, por edhe temat të tjera që prekin sigurinë kombëtare dhe qytetarit shqiptar. A mund të themi se sot në 2026 në këtë moment ku ne jemi, Shqipëria është më e sigurt? Pa dyshim që po, dhe këtë e them jo vetëm unë, këtë e thot dhe Komisioni Evropian, më lejoni të ndaj këtu përmes së interviste, edhe faktin që para 2 ditësh unë kthem nga Haga, ku ndodhen dhe agjensitë më kryesore të Bashkimit Evropian, konkretisht Europol dhe Eurojust, të cilët janë përgjegjëse pikërisht për adresimin e kërcënimeve të ndryshme transnacionale dhe para sa mund të ndaj me publikun nga çfarë u tha në këto takime sigurisht konfidenciale, se edhe për Evropën e Bashkuar në fakt, një nga kërcënimet më të mëdha, një nga 4 kërcënime më të mëdha këtu janë ka të bëjë pikërisht dhe me luftën hibride. Pra me vende jo mike, me vende të cilat sponsorizojnë terrorizmin, përfitojnë nga agjendat e caktuara apo nga kontekstet e caktuara si lufta në Ukrainë apo edhe dinamikat e tjera, migracioni i paligjshëm e tjerë, për të kërcënuar sigurinë e vendeve të Bashkimit Evropian. Dhe ajo çfarë është lajm i mirë është se për Bashkimin Evropian, për agjencitë e Komisionit Evropian, është bërë qartë se në fakt nuk mund të ketë siguri për Bashkimin Evropian pa siguri të vendeve fqinje, konkretisht të Shqipërisë, e cila nga një anë njihet progresi pra në bërjen e detyrave të shtëpisë për sa i përket negociatave, kapitulli 24 që ka një rëndësi të veçantë, ishte i pari që u hap, por i fundit që mbyllet pikërisht për të garantuar që gjithçka që kërkohet në kuptim të sigurisë të vendit tonë, por edhe sigurisë së kufive, sepse në fund ditës kufit tanë do të jenë dhe kufit e Bashkimit Evropian dhe një Evropë e sigurt në kupton kufit të sigurt të vendeve kufitare. Atëherë rrjedhimisht kjo nuk është shqetësim vetëm për Shqipërinë, kjo është një shqetësim dhe për Bashkimin Evropian, gjë që në fakt është konfirmuar edhe nga homologu im, ministri për sigurinë dhe drejtësinë i Mbretërisë së Hollandës, të cilin gjithashtu e takova në vizitën dypalqe, i cili jo vetëm vlerësoi bashkëpunimin e shkëlqyer me autoritetet shqiptare, besimin e rritur dhe kjo e dëshmuar dhe me uljen e shqetësimeve të ardhura pikërisht në Holland nga grupe të ndryshme kriminale me origjinë nga vendet e rajonit, përfshi dhe Shqipërinë. Kjo fal bashkëpunimit rigoroz të shtuar që ne kemi patur vitet e fundit me Mbretërinë e Hollandës, së shpejti do të realizojmë një marrëveshje dypaqe e para në llojin e saj mes 2 qeverive tona, pikërisht për të konfirmuar edhe një herë që ne mbetemi partner serioz dhe adresojmë çdo shqetësim jo vetëm për Bashkimin Evropian në tërësi, por për çdo vend antar, sepse kjo është detyra jonë, të tregojmë serioz, të tregojmë dinjitoz dhe padyshim teksa ne shqetësohemi për liritë dhe drejtat e njeriut në Shqipëri, për të drejtën e çdo kujt për të shprehur mendimin ndryshe, por kemi kaluar një fazë tjetër. Duhet sillemi serioz si partner të besueshëm të Bashkimit Evropian për të garantuar se ne kemi gjithë mekanizmat efektiv për kontrollin e kufive, për ndalimin e personave potencialisht terroristë apo ekstremistë të dhunshëm, si dhe kërcënime të tjera të cilat, siç e thashë më herët, vlerësohen si një nga 4 rreziqet më të mëdha që kërcënohen Evropës, thënë kjo nga Europol, përfshi luftën hibride. E qartë. Zoti Ministër, faleminderit shumë për kohën dhe punë të mbar ditën e sotme. Shumë faleminderit për interesin. Shkojmë pak momente në reklama dhe rikthehemi me të tjera zhvillime.